Për një të ardhme më të ndritur, sot zemrat këndojnë. Për një të ardhme më të ndritur, me dije rrugën ndriçojnë. Në kursin ton veror mësuam me gëzim fjalë të bukura, kuran dhe edukim. Me mësuesit pranesh u rritëm në mirësi, çdo ditë morëm dritë me iman e dashuri. Me iman e dashuri. Hap pas hapi, bashk me gëzim, rritemi me dije, rritemi me besim. Hap pas hapi me zemër të mirë, për një të ardhme më të ndritur. Çfarë morëm në këtë verë? Dije dhe mirësi. Ja Allah, na jet dritë, na ruaj në çdo ditë, na bëj fëmijë të mirë me zemra plot mëshirë. Hap pas hapi, bashk me gëzim, rritemi me dije, rritemi me besim. Hap pas hapi me zemër të mirë, për një të ardhme më të ndritur. Për një të ardhme më të ndritur. Çfarë morëm në këtë verë? Dije dhe mirësi. Ja Allah, na jet dritë, na ruaj në çdo ditë, na bëj fëmijë të mirë me zemra plot mëshirë. Hap pas hapi, bashk me gëzim, rritemi me dije, rritemi me besim. Hap pas hapi me zemër të mirë, për një të ardhme më të ndritur. Për një të ardhme më të ndritur. Sot zemrat këndojnë. Për një të ardhme më të ndritur, me dije rrugën ndriçojnë. Në kursin ton veror mësuam me gëzim fjalë të bukura, kuran dhe edukim. Me mësuesit pranesh u rritëm në mirësi, çdo ditë morëm dritë me iman e dashuri. Me iman e dashuri. Hap pas hapi, bashk me gëzim, rritemi me dije, rritemi me besim. Hap pas hapi me zemër të mirë, për një
Në kursin ton veror mësuam me gëzim fjalë të bukura, Kuran dhe dukim. Me mësuesit pranesh u rritëm në mirësi, çdo ditë morëm dritë me iman e dashuri. Me iman e dashuri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Asherën e lexojnë nxënësja Behra Ibrahimi, Allahu e shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e madhërisëm e falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. Paqja dhe bekimi qofshin mbi edukatorin e njerëzimit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuar myfti, myftinisë së Shkupit, doktor Kenan Efendi Ismaili, të nderuar myftin të Bashkësisë Fetare Islame, të nderuar hoxhallar, mualim dhe mualime, të nderuar prindër, të respektuar pjesëmarrës dhe shumë të dashur ju fëmijë, që të gjithëve ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar, mirë se erdhët në manifestimin për mbyllës të shkollës verore dhe netëve kulturore islame 2026. Në qarshinë e bukur të Shkupit, të organizuar nga Myftinia e Shkupit. Për të paraqitur një përmbledhje të ecurisë së aktiviteteve, ftojmë në skemë përgjegjësen e shkollës verore Hafize Kadrie Sulejman. Fjala për ju e nderuar. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falenderimet dhe lavdrimet i takojnë Zotit të botrave Allahu Gjelleshanuhu, salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton, bi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi ve sellem, bi familjen e tij, bi shokët e tij dhe mbi ata të cilat e ndjekin rrugën e tij. I nderuar e mufti i muftinisë së Shkupit, doktor Kenan Efendi Ismaili dhe operative muftinisë. Të nderuar përfaqësues nga Bashkësia Fetare Islame, të nderuar mufti e BFI-s
dekani i Fakultetit të Shkencave Islame, drejtori i medresës, të nderuar prindër dhe të dashur fëmijë, dhe ju mysafir të nderuar. Të gjithëve ju përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se keni ardhur në manifestimin përmbyllës të natës kulturore dhe shkollës verore 2026. Sonte është një natë gëzimi, sepse po përmbyllim një muaj të mbushur me dije, me edukat, miqësi dhe aktivitete të bukura. Shkolla verore e organizuar nga Muftinia e Shkupit është një mundësi për të ndërtuar karakterin e fëmijëve tanë mbi bazën e moralit, respektit dhe përkushtimit ndaj Allahu Gjellëshanuhu. Dëshiroj që të faleminderoj në mënyrë të veçantë Muftinë e Shkupit, Dr. Kenan Efendi Ismailin dhe stafin e Muftinisë për mundësinë e dhënë për të qenë pjesë e këtij projekti të këndshme për fëmijë. Nga konkursi i shpallur nga Muftinia e Shkupit për shkollën verore u regjistruan 201 nxënës të moshës 9 deri në 12 vjeç. Edhe pse interesimi ishte shumë më i madh, por shpresojmë që vitin e ardhshëm të kemi mundësi të përfshijmë edhe më shumë fëmijë. Mësimet në shkollën verore u ndoqën në 6 paralele shqip, si dhe një risi si vjeqëm, një paralele në gjuhët turke dhe boshnaqe. Mësimet u ndjekën 3 herë në javë, 2 ditë mësime nga lëndët Kur'an dhe etik, ndërsa një ditë ishte shëtitje dhe argëtim. Muftinia e Shkupit, gjatë shkollës verore, fëmijëve u sigurojnë një ambient të sigurt dhe të qetë, mjetët e transportit për realizimin e shëtitjeve, si dhe ushqim për çdo ditë. Jemi faleminderues pa mas. Ndërsa periudha e realizimit të shkollës verore ka zgjatur 4 javë, nga data 22 qershor deri me datë 16 korrik. Shkolla verore është realizuar në hapësirat e shkollës fillore të Fejus, ku nxënësit patën mundësinë të zhvillohen jo vetëm në aspektin e mësimit, por edhe në aspektin social, kulturor, edukativ dhe sportiv. Duke krijuar miqësi të reja, mësuan së bashku dhe u argëtuan, fal ekipit të shkollës verore me 7 mësimdhënës në këtë përbërje. Muallimet Mubera Yashari Asani, Hafize Vildane Kaloshi, Nermin Nuhiu, Rehan Hasani dhe muallimët Dr. Rahim Kaloshi, Gjevahir Kamberi dhe Blerim Rimani, si dhe referentet e Muftinis, Berat Efendi Sadiki dhe Ali Efendi Aliu. Përveç mësimeve, ne vizituam medresën e Isabeut, Fakultetin e Shkencave Islame, Komunën e Çajirit, Industrin e Mishit Tiamo, Qarshin e Shkupit, Shëtitje në Parkun e Sarajit dhe programin ton e përmbyllëm me vizatimet Ebru dhe kaligrafi. Në emrin tim dhe të ekipit të shkollës verore, falenderojmë përzemërsisht Muftininë e Shkupit, Komunën e Çajirit dhe ju prindërit veçanërisht për besimin e dhënë. Jemi të bindur që fëmijët kanë fituar njohuri të dobishme, miqësi të reja dhe kujtime të bukura, që do t'i ruajnë gjatë zemrat e tyre. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Gecemizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Dobro dojdovte na večerašnjata programa, vi posakuvame ubav pomin. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu a shpërvlev dhe a kompenzoft angazhimin dhe kontributin tuaj mualimja jone dashur. Tani ju ftojmë të ndiqni një video përmbledhje të ecurisë së shkollës verore 2026. Shikim të këndshëm.
Faleminderim të veçantë për bashkëpunimin korrekt dhe përkrahjen e madhe të komunës së Çajirit për realizimin e suksesshëm të shkollës verore. Myftinia e Shkupit shpreh mirënjohje të veçantë për sponsorët që mbuluan pjesërisht projektin e shkollës verore. Komunën e Çajirit, B Post me pronar zotri Furkan Ibrahimi, Grand Kompani me pronar zotri Algon Mehmedi dhe zotri Ardian Mustafa. Allahu ashtoft të mirat e tij. Për fjalën përshëndetës, ftojmë bartësin dhe ideatorin kryesor të këtij projekti të këndshëm e madhështor, Myftiun e Shkupit, Doktor Kenan Efendi Ismaili. Fjala për ju i nderuar myfti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, ma ba'd. Falenderojmë Allahun e Madhrishëm për shumë begati dhe të mira që na ka dhënë. Në veçanti falenderojmë Allahun Dhu Xhelal për këtë bereqet të sonshëm që e kemi këtu në këtë në qiell, në këtë vend të bekuar të Shkupit tonë. Dhe nga kjo atmosferë, nga kjo ambient i bukur, sa shpirtëror, paq, fetar, e kulturor, e kombëtar, i dërgojmë selamet tona Muhammed Mustafas, sallallahu alaihi wasallam, me lutje që Allah i Madhrishëm të na mundsoj të përjetojmë kënaqësitë e xhenetit bashkë me te. Nderuari sekretari general i Bashkisë Fetare Islame, Haxhi Irsal Efendi Jakupi, muftiu i Gostivarit, Haxhi Sabaudin Efendi Zendeli, muftiu i Ohrit, Haxhi Samet Efendi Hajdari, muftiu i Strugës, Haxhi Adi Efendi Murtishi, muftiu i Manastirit, Haxhi Amit Efendi Rasimi, kryetari i Kuvendit Bashkisë Fetare Islame, Hoxh Zekiria Efendi Tahiri, ju kolegë hoxhallar që jeni prezent, mualime, mualime, prindër, e në veçanti ju fëmijë të dashur, milioni që përshëndet gjithëve me përshëndetjen islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pra paqja, mëshira, begatit, të mirat e Allahut qofshin mbi gjithë ju inshallah. Është kënaqësi e veçantë që të jesh pjesë e një projekti që ndoshta shpesh e them unë, pak bëjmë ne nga ajo që e meritojnë fëmijët tanë. Një nismë e mbar e muftinisë së Shkupit para 3 viteve, ja që çdo vit atë shtepër shtohet interesimi, sa që këtë vit u detyruam që të kufizohemi në numrin 200, që unë shprehi mirënjohje dhe falënderime të thella për prindrit, të cilët kanë besimin dhe fëmijët e tyre i lanë emanet në duar të mualimëve të shkollës verore të muftinisë Shkupit. Unë nuk jam këtu për të mbajtur ndonjë fjalim, thash kjo është më e pakta që mund të bëjmë ne për ardhmërinë tonë, po besoj me përkushtimin, angazhimin dhe lodhjen e mualimëve tanë, barzëve të shkollës verore, në krye me Hafizen Kadri e Suleman, që pak më herët u përmenden edhe mualimët tjerë, besoj që kam bërë çmos që 4 javë të plota të verës të jenë të mbushura me aktivitete sa edukative, sa arsimore, po aq edhe argëtuese, me shoqërinë e formuar që do të ngelin në kujtimet dhe do të lënë gjurmë në zemrat, në shpirtat, në mëmërjet e fëmijëve tonë, edhe është Allahu Dhu Xhelal që prindët të jenë çdo herë krenar me ata fëmijë, e ata nesër të bëhen që do të bartin projekte të këtilla të hajrit në të mirë të popullatës dhe vendit tonë. Shumë të respektuar ju prezent, punët e mira nuk bëhen asnjëherë vetë, punët e mira bëhen çdo herë me shok dhe dashamir, edhe ky projekt u realizua fal shokëve dhe dashamirëve tanë, ku disa prej tyre shihen, e disa prej tyre nuk shihen, disave prej tyre u përmendet emri, e disave nuk u përmendet emri, po mbi gjitha ne kemi një bindje. Çdo vepër, çdo fjalë që është në përkrahje të së mirës, është regjistruar te Allahu familart. Kështu që unë bëj dua gjithë ata që kontribuan, edhe tek sponsorët që u përmendë pak më herët, që mos të përsëritem, në veçanti do të doja të veçoja komunën e Çajirit që hapi dyert edhe këtë vit të na përkrahë në këtë projekt, për dhe gjithë tjerët që ndoshta kalim thi përmendë apo nuk përmendën, unë do të shtoja
për dallim nga ajo që e përmendi edhe Hafiz Kadria, që pjesë e pandashme e shkollës verore ka qenë edhe kryeredaktorja e revistës Hënëza, Semra Kurtish, ka qenë dhe muafizja në Institutin e Hifzit, Hafiz Husnie Kurtullush, ka qenë edhe shumë mualim dhe mualime tjera të cilët kanë qenë pjesë në mënyrë indirekte që e kanë përkrahur këtë shkollë verore. Nga ana tjetër, Muftinia e Shkupit edhe këtë vit i realizoi edhe netët kulturore islame, që u realizuan para disa ditëve në hapësirat e xhamisë së Mustafa Pashës, ku morën pjesë 33 mektebe në krye me mualimët e tyre, që i motivuan fëmijët që janë pjesë e garave, duke i motivuar që të garojnë për të mirë. Në kuiz të diturisë, në ezan, në ilahi, në Kur'an, mbi 75 fëmijë garues, që më të vërtet në lanë mbresa, që e ardhmja i takon atyre, dhe këta fëmijë që janë sot këtu, janë më të mirë se kur kemi qenë ne fëmijë në të kaluarën. Kështu që kërkoj një duar trokitje për fëmijët tanë. Për ta përmbyllur këtë fjalim timin, shumë të respektuar ju prezent, kërkoj ndjes që në emër të Rejës Ulemas, që donë të tjetë pjesë e kësaj mbrëmje, por në gjithë së bashku me gjithë muftit tjerë, ishim në një event tjetër të rëndësishëm, e disa për tyre unë damë këndej, e disa ngelen andej, po edhe në emër të ti, nëse arrin që të në bashkan gjitë, do të në bashkan gjitë, po nëse nuk arrin, në emër të ti, o a bëj përhajrë këtë mbrëmje të begat gjithë juve, edhe ashtë Allahu dhu gjelal të në takoj në mbrëmje të këtila. Edhe njëherë, Allahu i shpërblev gjithë ata që kontribuan, mualimët në veçanti që realizuan shkollën verore, stafin e Muftinisë së Shkupit që me shumë modesti i bëjnë edhe punët teknike në realizim të kësaj mbrëmje, gjithë musafirët që janë prezent, prindrit, në veçanti fëmijët tanë, Allah ju bekov gjithve. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu ju shpërbleft, e ju dha shëndet dhe shumë suksese tjera i nderuar mufti. Në vijim do të ndjekim shfaqjet e nxënësve të shkollës verore për këtë natë. Duke filluar me poezin me titull Selam Aleikum, ftojmë nxënëset të paraqiten në skenë. Selamu alaikum, alaikum selam, sa e bukur është kjo fjalë, rrugë të Islami anë banë, në duart e kemi Kur'anin, në zemër mbajmë imanin, një Allah ne besojmë, musliman gjithmonë jetojmë, nga kjo rrugë zahemi, të drejtës i përmbahemi, pas Kur'anit dhe Sunetit shkojmë, urdhrat e Allahut i zbatojmë, me të kalvazemi, musliman me krenari jemi. Jo? Faleminderit për këtë interpretim të mrekullueshëm. Skena e radhës është prezantimi artistik i shkollës verore 2026 të titulluar Shpresa u lut na desh. Dashuria, puna dhe miqësia. Këto janë virtytet që na udhëvoqën gjatë shkollës verore 2026. Ato na bashkuan, na frymëzuan dhe na ndihmuan të rritemi së bashku. Çdo fëmijë lindë me një shpresë, çdo shpresë rritet me dashuri.
Jam përgjigje e pyetjeve, jam qelësi e ëndrave. Kur jam unë, riga zgoblohet. Kur jam unë, e ardhja ndriçohet. Gjatë kësaj shkollë verore, gjithmonë kam qenë pranë jush. Unë jam dashuria, tia nuk mjafton pa mua. Unë bashkoj zemrat, ju mësoj të respektoni që të doni njëri tjetrin. Me mua rritet paqja, mirëkuptimi dhe harmonia. Në këtë shkollë ecëm gjithmonë së bashku. Unë jam puna, ëndra nuk realizohet pa më. Gjatë fisën shkollë verore, ecëm së bashku me dije, dashuri dhe punë. Gjuhët e ndryshme, ishën zyrat e ndryshme, por damët dhe njëjtën puskeshje, se pësemi që si janë më pnjehtë të fi. Farklı diller konuştuk, farklı renkleri sevdik ama aynı gülümsemeyi paylaştık. Çünkü dostluk sınır tanımaz. Говорили сме различните езицima, voljeli smo različite boje, ali smo isti osmijeh dijelili jer prijateljstvo ne poznaje granice. Mësuam së bashku, menduam së bashku, dhe qeshëm së bashku, nga ndonjëherë duhe emocionuam së bashku. Sot nuk po përpyllim vetëm në shkollë verore, sot po vazhdojmë rrugëtimin ton me më shumë dije, më shumë besim dhe me më shumë shpresë. Do të mësoj! Në të nga mirësinë! Unë do të ruaj paqen! Unë do të shërbej vendit kish! Unë do të ndërtoj të ardhmen me shpresë! Ne jemi familjet e sotshëm, mjekët, mësuesit, hoxhallarët, inxhinierët, artistët, shkencëtarët dhe udhëheqësit e së nesmes. Një ardhme më e ngritur ndërtohet me kureshjen e një familje, përkushtimin e një mësuesi, mbështetjen e një familjeje dhe ëndrat që ndërtojmë së bashku. Sot nuk festojmë vetëm përfundimin e një shkolle verore. Sot festojmë besimin tonë në një të ardhme më të mirë. Përdore për një të ardhme më të ngritur. Daha aydınlık bir gelecek için el ele. Ruku pod ruku za svetiju budućnost. I falenderojmë zënësit që na dhuruan këto momente breslënse. Të nderuar të pranishëm, tonë të juftojmë në një udhëtim të shkurtër në përhistori. Nga errësira e xhamilijetit te drita e fjalës hynore lexon. Nga kontributi i dietarëve musliman deri te sfidat e kohës sonë. Juftojmë ta ndiqni. Jeta është si një rrugë që lidh kaluarën me të ardhmen. Në këtë rrugë ecën çdo njeri.
me çdo hap ai mëson diçka të re. Përballet me vështirësi dhe fillon ta njohë më mirë veten. Edhe historia e njerëzimit ka qenë një udhtim. Ka pasur kohë të mira dhe kohë të vështira, fitore dhe humbje. Në çdo kohë njerëzit janë përballur me zgjedhje të rëndësishme. Kur njeriu merr vendimin e duhur, ai ndryshon dhe ecën përpara. Kur nuk arrin ta bën këtë, mbetet në të njëjtin vend. Sot nuk juftoj vetëm të dëgjoni një histori. Juftoj të bëjmë së bashku një udhtim nëpër kohë, për të parë se si ka ndryshuar njeriu dhe çfarë mund të mësojmë prej saj. Historia e njerëzimit nuk ka qenë kurrë e lehtë. Ka patur ngritje dhe rënje. Ka patur momentume kur njerëzit ju afruan të vërtetës dhe momente kur u larguan prej saj. Po në fund mbetet e njëjta pyetje. Si mund të ndryshoj dhe të bëhet më mirë njeriu? Ka patur periudha kur bota dukej e njëjtë. Qielli ishte po ai, toka po ajo, por zemra e njeriut ishte në errësirë. Njerëzit jetonin, po shumë prej tyre nuk e njihnin të vërtetën. Padrejtësia ishte bërë diçka e zakonshme. I forti sundonte ndërsa i dobti nuk kishte zë. Kishte pasuri, por mungonte drejtësia. Kishte fuqi, por mungonte mëshira. Njerëzit e shihnin njëri tjetrin, por nuk kishin dashuri dhe mshuri për njëri tjetrin. Sklavëria pranohej si normale. Shumë njerëz jetonin pa shpresë dhe pa e ditur se jeta mund të ishte ndryshe. Nga jashtë, duke sikur gjithçka vazhdonte, por në zemrat e njerëzve kishte zbrasti. Ata kërkonin diçka që do t'u sillte dritë, drejtësi, paqe, edhe pse nuk e dinin si ta gjenin. Në zemrat e tyre ishte një pyetje. A do të ndryshojnë ndonjëherë kjo gjendje? Kush do ta sjellë ndryshimin dhe kur do të vijë ai? Rritja mori fund në një shpellë të quajtur Hira. Aty filloi ndryshimi. Allahu i shpalli të dërguarit të tij fjalët e para. Lexo. Më pas erdhi edhe urdhri. Ngrihu dhe paralajmëro. Që nga ai moment filloi një epokë e re. Errësira e paditurisë nisi të largoi dhe drita e shpalljes filloi të ndriçonte zemrat e njerëzve. Ky ishte fillimi i ndryshimit që do të prekte jo vetëm një popull, por mbar njerëzimin. Me shpalljen e Islamit u formua një brez i ri. Ata ishin njerëz që e ndryshuan veten dhe me lejen e Allahut ndryshuan edhe historinë. Ndër të parët që besoi ishte Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ai e pranoi të vërtetën pa hezitim. Madje kur u kthye Muhamedi alayhis salam nga Israja dhe Miraxhi, ai dhëtarët e tallnin i than Ebu Bekrit: "O Ebu Bekër, pa shih, ky shoku yt çfarë thot?" Ju tha: "E pse çfarë tha?" "Thot se ka qenë në qiell, ka takuar Allahun." E dini çfarë tha Ebu Bekri? Tha: "Nëse e ka thënë ai, atëherë është e vërtet." Ky besim i palikundur i dha atij titullin Es-Sidik, ai që e vërteton të vërtetën. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, u bë shembull i drejtësisë. Ai e zbatonte drejtësinë për të gjithë, pa dallim. Uthmani, Allahu qoftë i kënaqur me të, u dallua për moralin, butësinë dhe bujarinë e tij. Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, u bë shembull i diturisë, urtësisë dhe trimërisë, guximit. Mus'ab ibn Umejri la pas pasurinë dhe rahatin për t'ju përkushtuar thirrjes së Islamit. Ebu Hurere ruajti dhe përcolli me besnikëri shumë nga fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po gratë, edhe ata kishin një rol të madh në të brez të bekuar. Hatixheja, Allahu qoftë i kënaqur me atë, ishte mbështetja e parë e profetit dhe e para që i besoi. Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me atë, u bë një nga mësueset më të mëdha të umetit duke pasqyrë dije dhe hadithe. Fatimja, Allahu qoftë i kënaqur me atë, ishte shembull i durimit,
thjeshtësisë dhe përkushtimit ndaj Allahut. Në ato ditë, ai që kishte halle e dinte ku ishte dera, sepse ajo ishte derë, ishte hija e mëshirës. Kush hynte aty, hynte me barën e vet, por kur dilte, nuk ishte më i njëjti njeri. Ai që hynte me Lot, kthehej me qetësi. Ai që hynte i thyer, dilte i shëruar. Ai që hynte pa shpresë, gjente shpresë. Sepse ajo nuk ishte thjesht derë, ishte vetë mëshira që jetonte. Koha kaloi dhe njerëzimi nisi të ngrihej përsëri. Këtë herë, dera që u hap ishte dija. Pena filloi të shkruante. Qytetet të mbushën me shkolla e biblioteka dhe njerëzit filluan të shohin botën me sy të rinj. Ata nuk mjaftoheshin vetëm me atë që shihnin, por kërkonin të kuptonin edhe arsyeën e gjërave. Ibn Sina nuk ishte vetëm një mjek i madh. Ai kërkonte të kuptonte njeriu në tërësi, trupin, mendjen dhe shpirtin. Për të, shërim nuk ishte vetëm ilaçi, por edhe dija dhe urtësia. Në veprat e tij, ai la gjurmë të thellë mjekësi. Xhabir bin Hayyan ishte një njeri që kërkonte të zbulonte ligjet e natyrës. Ai nuk mjaftohej me hamendje, por vëzhgonte, provonte dhe meditonte. Kështu kimia filloi të zhvillohej si një shkencë e mirëfillt. Pastaj erdhi Imam Gazaliu. Ai pa se, ndërsa dija po shtohej, zemra e njeriut ndonjëherë po lihej pas. Prandaj ai kujtoi se dija e vërtet nuk mjafton vetëm të mbush mendjen, ajo duhet të ndriçojë edhe zemrën, sepse dija pa moral, pa sinqeritet dhe pa besim nuk e ngre njeriun. Vetëm kur bashkohen dija, zemra, njeriu arrin lartësinë e vërtet. Dhe në këtë udhtim të dijes shkëlqyen edhe gratë më dha. Fatima Al-Fihri besoi se dija është sadakaja që vazhdon edhe pas vdekjes. Prandaj ajo themeloi një qendër të madhe mësimi, ku për shekuj me radhë u edukuan dietar nga vende të ndryshme. Karima Al-Marwazia u bë një nga mësueset më të njohura të hadithit. Për dijen dhe besueshmërinë e saj, edhe dietarët më të mëdhenj udhtonin për të mësuar prej saj. Kështu gratë dhe burrat, secili në mënyrën e vet, ndërtuan një qytetërim ku dija nuk ishte vetëm pasuri e mendjes, por edhe dritë për zemrën. Por jo çdo dritë zgjat për gjithmonë. Erdhi një kohë, dija u rit, por njerëzit filluan të largoheshin nga njëri tjetri. Pastaj erdhën luftrat, u dogjën bibliotekat, librat u humbën dhe kujtesa e njerëzimit u plagos rënd. Fjalët u tretën në hi dhe njerëzimi heshti për një kohë. Gjithçka u mbulua nga heshtja. Qytetërimi u kthye në hije. Jo vetëm qytetet u dëmtuan, por edhe mendjet u lodhën dhe zemrat u larguan nga drita. Pastaj, më vonë, u hap një portë tjetër, e ndritshme, e shpejt, por e ftohtë. Bota u bë më e vogël. Njerëzit u afruan më shumë me njëri tjetrin, por zemrat nuk u afruan. Dija u shtua, por urtësia filloi të harrohej. Fjala ne u dobësua, ndërsa fjala unë u bë më e fortë. Dhe njeriu mbeti i rrethuar nga shumë njerëz, por i vetmuar brenda vetes. Dhe kur gjithçka dukej e heshtur, u dëgjua një zë që vinte nga shekujt. Kurani dhe Sunneti, një thirrje për të kujtuar rrugën, vlerat dhe dritën e udhëzimit. Dhe njerëzimi foli. Ne jemi brezi që nuk u dorëzuan para errësirës. Ne jemi brezi që kërkon të ringrihet. Ne jemi brezi që kërkon të vërtetën dhe kuptimin. Dhe u ngrit një zë që mbushi zemrat. Ne
jemi brezi i dritës. Dhe heshtja nuk është më boshllëk, sepse heshtja që sjell reflektim është dritë, është nur. Faleminderit nxënësve për këtë shfaqje të mrekullueshme dhe aktorin Zotri Blerim Ismani për interpretimin e tekstit. Dhe pjesa e fundit është ilahia e përgatitur enkas për këtë natë e titulluar Shkolla Verore me Dije dhe Besim, e prodhuar nga kanali YouTube Faith Links e përgatitur me përkushtim nga Hafiz Yasin Abdullahi, autori platformës edukative me përmbajtje animuese për fëmijë e njohur si Lina dhe Zejdi. Njëkohësisht ftojmë edhe nxënëset të na bashkangjiten në skenë. Për një të ardhme më të ndritur, sot zemrat këndojnë. Për një të ardhme më të ndritur, me dije rrugën ndriçojnë. Në kursin ton veror, mësuam me gëzim fjalë të bukura, Kuran dhe edukim. Me mësuesit pranesh, u rritëm në mirësi. Çdo ditë morëm dritë me iman e dashuri. Me iman e dashuri. Hap pas hapi, bashk me gëzim, rritemi me dije, rritemi me besim. Hap pas hapi me zemër të mirë, për një të ardhme më të ndritur. Çfarë morëm në këtë verë? Dije dhe mirësi. Ja Allah, na jet dritë, na ruaj në çdo ditë, na bëj fëmijë të mirë me zemra plot mëshirë. Hap pas hapi, bashk me gëzim, rritemi me dije, rritemi me besim. Hap pas hapi me zemër të mirë, për një të ardhme më të ndritur. Për një të ardhme më të ndritur, me dije, besim, Allahu e shpërbleft Hafizin e nderuar për këtë projekt të bukur. Duar trokitje të fuqishme për këtë shfaqje të mrekullueshme të nxënësve që na ofruan sonte. Tani ftojmë muftion e Shkupit, Doktor Qenan Efendi Ismaili, të na bashkangjitet në skenë. Tashmë, tradicionalisht, muftinia e Shkupit në rastin e përmbylljes së netëve kulturore islame në këtë manifestim shpall mualimin veteran për kontributin shumë vjeçar në mektebe të ndryshme për edukimin e brezave të rinj. Para se të ftoj hoxhën, më lejoni që të lexoj një biografi të shkurtër. U lind më 1 mars të vitit 1948 në fshatin Bojan. Mësimet e para të leximit të Kur'anit i mësoi në fshat tek hoxha i fshatit Hafiz Nevzat Efendi Hasani. Në vitin 1965 deri në vitin 1967, pas kthimit nga ushtria, përsëri ka vazhduar mësimet deri në vitin 1971. Në vitin 1972 deri në vitin 1979 ka qenë imam në fshatin Paniçar. Në vitin 1982 deri në vitin 1988 ishte imam në fshatin Cerov të Tetovës. Nga vitin 1991 deri më 2012 ishte imam në vendlindjen e tij në Bojan, por edhe pas pensionit vazhdoi të shërbejë si imam fshati deri në vitin 2016. Hoxha gjithë këto vite ka shërbyer si imam, ka qenë angazhuar me mësimin e fëmijëve dhe të rinjëve.
Kështu, para ti kryen hatmen e Kur'anit shumë zënës, ku prej tyre kryen hifzin e Kur'anit, medresen e disa të tjerë vazhduan drejtime të ndryshme. Ftojmë hoxhën e nderuar Mulla Vebi Ismanin që ta pranojë mirënjohjen e mualimit veteran. Allahu e shpërbleft hoxhën e nderuar për kontributin dhe i dha shëndet e jetë të gjatë. Tani ftoj mualimët e shkollës verore që t'i pranojnë mirënjohjet në shenjë respekti për kontributin e dhënë. Hafize Kadrie Sulejman. Hafize Vildan Kaloshe. Doktor Rahim Kaloshe. Muberaya Shari Asane. Nermine Nuhiu. Rejhan Hasane. Hoxhë Vahir Kambere. Hoxhë Vlerim Limane. Radha është për ndarjen e dhuratave për fituesit e vendeve të para në garat e netëve kulturore islame. Kuizi Islam, vendi i parë për Yusra Pajaziti, Mektebi i Xhamis Ikre Sarai, mualime Gjohere Ramane. Bukur leximi Kur'anit, vendi i parë për Edber Koraq, Mektebi i Xhamis Hatunxhuk, mualime Rukie Mice. Ezan, vendi i parë për Suhejb Haxhiu, Mektebi i Xhamis Rashqe Poshtme, mualime Qëndresa Bakiu. Ilahi, vendi i parë për Nisa Çajani dhe Unesa Asani, Mektebi i Xhamis së Re në Çajër, mualim Hafiz Avni Asani. Urime dhe shumë suksese të më tutjeshme.
Për shkak numrit të madh të nxënësve dhe programit të ngjeshur, shpërndarja e certifikatave u realizua në mënyrë klasore dhe fotoja do të bëhet në mënyrë të përbashkët me klasat. Përveç kësaj, Myftënia e Shkupit për 120 nxënësit e grup moshave të rritur dhuron nga 1 orë dore, si dhe për 70 nxënësit të grup moshave më të vogla dhuron nga 1 trotinet, kurse dhurata do t'i marrin ngadalje nga skena. Tani ftoj mualimin Rahim Kaloshi me klasën e titulluar Hëna. Duar trokitje për nxënësit. Tani ftoj mualimen Vildan Kaloshi me klasën Shpresa Umut Nadesh. Tani ftoj mualimen Rejhan Hasani me klasën Gjurmuesit e Diturisë. Tani ftoj mualimen Ermine Nuhiu me klasën Rezet e Dritës. Tani ftoj mualimen Muberaja Shari Asani me klasën Dielli. Tani ftoj mualimin Blerim Limani me klasën Mëshira. Tani ftoj mualimin Gjevahir Kamberi me klasën Hanaza.
Një duar trokitje të fuqishme për nxënësit. Lusim Miftiun të qëndrojë në skemë për dhënien e dhuratave, duke filluar nga nxënësit më të vegjël, të cilëve do t'ju dhurohet nga një trotinet. Filloj me mualimin Gjevahir Kamberi me klasën Hënëza. Ftoj mualimin Vlerim Limani me klasën Mëshira. Allahu ju shpërbleft. Ju faleminderit për pjesëmarrjen, miru takofshim në manifestime dhe aktivitete tjera. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Për një të ardhme më të ndritur, sot zemrat këndojnë. Për një të ardhme më të ndritur, me dije rrugën ndriçojnë. Në kursin ton veror, mësuam me gëzim fjalë të bukura, Kuran dhe dukim. Me mësuesit pranesh, u rritëm në mirësi. Çdo ditë morëm dritë, me iman e dashuri. Me iman e dashuri. Hap pas hapi, bashk me gëzim. Rritemi me dije, rritemi me besim. Hap pas hapi me zemër të mirë, për një të ardhme më të ndritur. Çfarë morëm në këtë verë? Dije dhe mirësi. Ja Allah, na jet dritë, na ruaj në çdo ditë. Na bëj fëmijë të mirë me zemra plot mëshirë. Hap pas hapi, bashk me gëzim. Rritemi me dije, rritemi me besim. Hap pas hapi me zemër të mirë, për një të ardhme më të ndritur. Për një të ardhme më të ndritur, me dije